Banorët e fshatit Rriol të njësisë administrative Velipoj kanë protestuar për të drejtat e tyre. E drejta për të protestuar është e drejtë kushtetuese dhe demokratike dhe nuk mund të pengohet nga askush, e aq më pak nga policia e shtetit. Këta banorë nuk kërkojnë asgjë më shumë se sa dialogun dhe njohjen me faktet dhe pretendimet e tyre nga organet ligjzbatuese. Përdorimi i dhunës dhe i forcës nga ana e policisë në këtë rast është i patolerueshëm dhe i dënueshëm. Kërkojmë lirimin e menjëhershëm të banorëve të ndaluar, sepse kjo është në kundërshtim me kushtetutën dhe të drejtat e njerëzit. I bëjmë thirrje policisë së Shkodrës, drejtuesve të saj, të bëjnë detyrën në interes të qytetarëve, të jenë në shërbim të tyre pasi paguhen nga taksat e qytetarëve. I bëjmë thirrje policisë së Shkodrës të ngrihet në lartësinë e duhur, duke ofruar rend e siguri si dhe qetësi për të gjithë, dhe të lirojë menjëherë personat e ndaluar dhe të vihet në shërbim të qytetarëve, duke u garantuar atyre të drejtën e protestës.